Në hyrje të ndërtesës janë të vendosura ende pankartat e listës serbe. E lëvizjet e banorëve të martën në këtë lagje të Mitrovicës së Veriut ishin të rralla, por brenda këtij objekti punë pati policia e Kosovës. Këta të fundit morën informatën se në këtë bodrum gjendet një sasi e konsiderueshme e armëve. Ky është bodrumi këtu në njërin nga ndërtesat në veri të Mitrovicës, në të cilën sot gjatë ditës policia e Kosovës pas një aksioni të cilën e ka realizuar në këtë bodrum i cili gjendet këtu poshtë, kanë rastisur të gjejnë pra një arsenal armësh. Se çfarë u gjet detaje për të vënë dha zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut Vetan Elçani. Kemi pranuar informata nga qytetarët lidhur me mundësinë që në podrume të caktuara të ketë armatim. Ne kemi bastis një podrum i cili është në afërsi të shkollës teknike këtu në Mitrovicë Veriut, e kemi gjetë një sasi të armatimit, janë dikun 3 Kalashnikov, ka jelek antiplom, fishek dikun mbi 700. Elçani tutje bën të ditur se informacionet po i pranojnë nga qytetarët serb. Kjo sipas tij bëri që armë dhe pajisje ushtarake së fundmit të konfiskohen në lokacione të ndryshme. Po ne në vazhdimsi punojmë me qytetarë, informacionet të cilat ne i pranojmë janë të besueshme, edhe konsiderohet që janë të besueshme pasi që gjejmë armatime të ndryshme në vende të zbrasta, ose shtëpi të pabanume, ose podrume, ose në vende të ashensorave. Ditë më parë, policia e Kosovës ka sekuestruar armë dhe municion edhe në disa shtëpi të pabanuara në Zubin Potok dhe Zveçan.